Sigurisht, kjo ndodh është më rrasë se si flirtojnë, se si njihen sot, po ky është problemi se nis, po ky është problemi, se që nga fakti që nis. Kjo është menaxhim biznes. Nga 29.000 martesa që kanë qenë vitet 90, kemi arritur në 16.000, pa gjys për gjys. S'ka më. S'ka lindje. 55% e popullsisë janë të martuar, 30% janë beqar. 20% beqar. Unë vetëm frikrat. Prandaj thash le ta lidhim pak. Për të jetuar nuk e arrin dot jetën nga mundësitë ekonomike dhe Po jeta ndërtohet bashkë me tjetrin o zëmra. O meri ti kur erdhe solle, një sekondë se ta kam. E kam edhe me gazin edhe me ty. Jo, kanë më Ti solle Florin kur erdhe? Solle Florin kur erdhe? Jo, ti solle Florin. Mos pyet. Po ti orë ishe miliarder ti. Shiko. Kur martove? Unë kisha lek. 29 vjeç. Çfarë lek kishe ti? Nuk se ne kam marr vetëm i mini fund edhe i bluz. Po ti që kanë dalë prona tani? O, të keqe, ja. Ja pra, kështu që mos kemë frikë se kujt vjet ku flet. E ka pas ditur. Prindrit kanë një problem shumë të madh. Kur fëmijët nuk i martohen, bien dhe ata në dilemë. Patjetër. Depresion o çfarë dilemë? Depresion, terror. Ore, është mirë ky. Ore, këdo ky. Çfarë po? Ore, mos do në i gjë që se pranojmë do të, largo zot po na pushon zemra. Se dim dhe qindra raste të tilla. Absolutisht po. Desha unë që t'rregoj. Sidomos mamaja është gjithmonë në të tillë terror. Kemi liberal me jetën, asnjë nën apo asnjë baba nuk do që djali të dali që të dojë një shok, për shembull. Jo, simi. Pse më çat keq e ka? Po tani ne Jo më të keqe s'ka, po ne mos ta ndosh. Nuk e pranoj. Hipokrizia ka emrin Ornella. Kështu që ai zën dritë që pretendon ti. Ajo nuk ja, unë dua të jetë nuse, prej vërtetë, jo nuse sajuar, domethënë. E dua djalin të marrë nuse, të marrë një vajzë. Të riprodhoj vetëm, pra gjithë kjo është teoria. Kështu që kam metoda sot. Po pse vajza thjelli vajzë për dorë? Shiko, tashti unë nuk jam, ndoshta jam brezi i në vetë. O, po Jackie Chan e përjashtoj nga trashëgimia. Po ku po i marri vesh në këta, ne s'po i lexojmë, o zot na ruaj. Pajtojnë, Jo, të shi absolutisht. Unë pajtohem në parim do të, po do zoti s'mëndoh. Jeton jetën se duhet. Po e le da anë tjerë, friti ka mësu. Meri, gjithë historia e fëmijëve tanë, sot dhe gjithmonë, do t'jetë problematike nënave. Sidomos për djemët. Sepse lidhja e nënave me djemët është vërtet e jashtëzakonshme dhe ajo është gjithkohon në alert, në alarm, çdo ndodh me të madhin, çdo ndodh me të voglin, pse ky kështu, pse ky ashtu kë ka njohur, pse se ka njohur. Dhe un kam një grua në shtëpi e cila realisht është gjithkohon në alarm. 24 orë, për çdo gjë të tyre. Okej, këtë e kuptuam. E gjitha kjo është prit, kjo është pozitive. Problematika ku qëndron? Po ti si e ke gjithë gruan? Unë, për ne jemi pushka model 56 të vla, ne jemi modeli vjetër, atë fillojmë diskutim atë. Lajthizën. Tani, mirë këtë e kuptuam, që okej, nuk janë fare të gatshëm, nuk din çfarë duan për të ardhmen, po për punën, po rrisim një brez, qof djem, qof vajza, që erdhi njëra sot në zyrë më tha, dëgjoj tha, nuk punoj ke puna babit, sa aty lodhem shumë. e kupton. Patjetër. Ke si përmarrje babait. Patjetër, Tash po. të puna ime, të lodhesh pak e thash, dhe unë nuk e mora në punë. Pra, e shikon qa brezi është,